kujtohet si një shans i artë për të shkuar, për të prekur këtë skenë madhore. Megjithatë, pas një kohe, nuk është se do të kujtohet shumë gjatë. Atë cilësohet si sukses arritja deri këtu. Jam shumë i sigurt që kjo është sukses shumë i madh. Kjo arritje për arsye të vështirësive që kemi pas dhe kundërshtarëve me të cilët jemi ballafaqur në grup. Kemi te kalu kundërshtar të nivelit shumë më lartë se ne që janë, Slovenia, Suedia, Slovakia, edhe kemi rivalizu me Zvicrën, sidomos me atë barazimin këtu. Kemi fillu në mënyrën më të keq që të mundshme, ku askush se ka prit, madje ndoshta as vetë futbollistët, që kemi me pas një përfundim pozitiv, po kemi arrit me t'i kalu krejt pritshmëritë dhe me mri një finale, e cila kemi thënë edhe sot një javë para ndeshjes, nuk ka me pas lojë, nuk ka mu lujt futboll, po detajat kanë me vendosë, dhe kështu edhe ka qenë. Nuk ka pas raste të plota shënimi as për neve, as për turqit. Një detaj ka ndryshuar rrjedhën e ndeshjes, ai gol i pësuar në mënyrë, ndoshta për një sekond kanë qenë 3 lojtarë më vonë dhe e kemi pranuar atë gol që, po që se do të shënonim golin më parë, sigurisht që epilogu përfundimtar do të ishte krejt ndryshe. Megjithatë, unë e konsideroj arritje shumë të madhe nivelin ku kemi arrit dhe respektin anë mban botës që e kemi fitu, dhe kjo dëshmon me faktin që jemi të rangum si kur më parë në ranglistën e FIFA-s dhe UEFA-s, edhe pse futbollistët i kemi pa kanë qenë shumë zhgënjym të gjithë dëshpërum pas rezultatit përfundimtar, sepse ka qenë shans historik edhe për me vullos shtetësinë e Kosovës anë mban botës. Prandaj për mua është arritje shumë e madhe, detajet kanë vendosur mos me fitu ndeshjen, për të cilat do të diskutojmë më vonë. Do të diskutojmë për detajet, për flasim pak në përgjithësi Ardian, sepse sonte kemi 3 Ardian. Profesor. Po veç njëri është lideri i opozitës. Mos na fut nga politika. Ja. Show. Pse ishte dallim aq i madh i paraqitjes tonë në Slovaki dhe në Prishtinë? Desha në Slovaki, patëm fatin që ne dy t'jem edhe më ofër dhe t'jem prezent të shikojmë atmosferën edhe para lojës, edhe mund të them lirisht që u po fryma e fitores ende 24 orë para se mi fillu loja. Ekzistoj këtë lejtarët një entuziazëm, ekzistoj këtë një bindje se vërtet na me Slovakin do të bëjnë mrekulli dhe ashtu ndodhi, për arsye se angazhimi pashoq, vetmuhimi, profesionalizmi në fushë tregoj që lejtarët meritojnë fitoren dhe kanë lu pa kalkulime. Dallimi është shumë i madh për arsye se ndeshje me Turqinë lejtarët sikur patën një lodhje, do shta mund të themi, për arsye se vetë psikologjia, ngarkesa edhe, si më thonë, pesha e lojës e bonit vetën që lejtarët të ndikohen pak edhe prej rëndësisë lojës. Nuk i di tash sa ka mund të vijë deri te rekuperimi për 3 ditë dhe të borë të mbisu për peshën e një loje kaq vendimtare. Unë mendoj se sikur të vazhdonin me qatë ritëm e Slovakisë, besoj që do të fitonim edhe me Turqinë, mirë po ja që këtu ke diçka tjetër. Po thua që lodhja ishte në pyetje dhe ekipi nuk arriti të rekuperohej brenda një periudhe? Ne që kemi luajtur futbollist, ndoshta mendja nuk e pranon lodhjen, është zemra mirë, po është ajo sistemi psikomotorik që nuk e përballon ngarkesën pa dijen tonë. Edhe për këtë moment vjen deri te mos mbyllja hapësirave në defanziv, mos pasimi ku duhet, përkundër faktit që është e pamohueshme se dëshira ka qenë në piedestal për me arrit këtë fitore. Mirë po besoj që lodhja, sidomos pjesën e dytë, ka ndikuar që ne të koordinohemi pak në mbrojtje edhe të mos organizohemi atë pjesën defanzive se ku si duhet të bëhet në mënyrë më të mirë të mundshme. Kastrati sepe ndeshën paraqitën tonë ndaj Turqisë? Bëj pak më drejt për drejt, me dëshpërim. Sepse sot një javë, sonte një javë, me një emision, me një televizion tjetër, unë kam thonë që e pres një Kosovë taktikisht inteligjente, në kuptimi që me pas një disiplinë strukturore ko gjatë mirë, për që tash po mësoj për këtyne futbolistave që kjo aspekti psikomotorik, a që tha, po më duket ka ndiku. Ngarkesa fizike. Po edhe ngarkesa fizike, pa vetdije që dha shumë ugrën për që kjo se nuk e din edhe nuk mundesh. Pastaj shto këtu emocione, shto këtu peshën historike të lojës, aspektin teknik, se unë kam qef me diskutu, unë nuk analizoj në Arbeni, Lumnica, këta kolegë dhe ju, po dhe të aspekti taktik, unë për shembull e kam pa, një farish futbollisti jam edhe unë para një 30 vjetë,
E kam po një farë disbalansin mes fush, na nuk kena arrit me kontrolu bashkë mirë zonën qendrore, aty diçka apo më duket Reçbeqja e Muslia pa dosh me I kritiku, veç kështu llaft po e bëj. Sigur hezitanin me marrë përgjegjësi, ndoshta për shkak të peshës historike të lojës, ndoshta për shkak të lojës që potencuat ju. Mas andaj unë nuk e kum po qatë tranzicionin e shpejtë e vertikalizimin që na kena ekzekutu kogja mirë me Slovakinë, edhe pse kena një rezultatin që është kogja jo në korrespondencë me taktizimin. Kom po që defanzivën tonë që nuk ka qenë bashkë mirë organizume në momentet caktume. Na nuk I kemi dyfishu aty ku boj zona lojës Gylleri, Çalhanoğlu, ajo ona ne ka I lizi funksionon të shumë tepër mirë. 5-7 herë u dal, një herë ka ro gol, tash apo 5-6 herë, një herë bjen gol aty. Nuk po du me fajsu as Vojvodën, as Delovën, apo kupton, do të jemi koshient edhe për një punë. Ne po flasim për yje si Ildizi e Gylleri, Çalhanoğlu dhe nuk po du me në çmuletar tonë, po kapacitetet janë këto që janë. Po ashtu e kom po që edhe nga krahët dorën zemër nuk kemi dalë si me Slovakinë sepse dishim fuqishëm edhe shpërndajshim mbrojtjen e Slovakisë, që shtu e ro golla ati Hoxhës kur ja gjujti Vojvoda se aty s'pat 6 metrë kërkush me të parën e ro goll. Disa kështu pe aspektet si laik që jam vish komentator, jo analist sikur këta zotnit, janë qito që unë I kom po masanena me një teme. Ka pas faktor tjerë, është aspekti psikologjik, pesha historike lojës. Një gjë që më ka bërë përshtypje, juve që kam parë reagimin që një farë forme tifozërin e keni lënë nga pjesa e saj normalisht, e ka rolin e vetë në ndeshje që nuk ka pasur atmosferë shumë mirë në stadium. Pra, thëshë që kishte VIP shumë në tribuna. Që VIP nuk është e krijojë në një atmosferë. Shiko, në një shoqëri çfarë ne jetojmë, nuk është që bëhet ndaj preshte më shumë I madhe nga këto shoqëri tjera ballkanike, është më mirë me ro pak si drejt për drejt çështu unë mendoj se sa me fol kështu për rrotlla. Përveç atij aspekti taktik që thash, shpresoj sonte me mësu shumë për Arbenit të Luvnicës dhe këtyre kolegëve gazetarë dhe juve natyrisht, është kjo, tifozeria anemike, stadioni anemik. E tash, unë e kam thonë aty, nështë ta kam qenë pak në emocion, e kam krahasu me këto tifozerit balkanike që ka qenë gabim, a kupton të Turqisë, të Beogradit, të Zagrebit, të Sarajevës, ndoshta një model I mirë do të ishte për shembull tifozeria në Premier League. Ndërsa këto tjerat e keq përdoren dhe instrumentalizojnë sportin për politik. Anemike, sepse ti sheh që ato një përqindje shumë e madhe kanë qenë VIP, biznesmena, kurrë kundër tyre, po ka dashur me qenë numër më të vogël. Ti ja shet aty që plot ishin shku kështu për Instagram, adin me botox, me Facebooka, dorën zemër, na presim që tifozeria me qenë ultras, tash unë nuk I di këtë me emna këta, se jam për aty në plisa të më që vitë të 80, ku ka shku me po Prishtinë me Zvezdën, po dosh krejt që to tifozerit, krejt, Prishtinës, Vushtrës, Dëntrovicës, Gjilanit, mos të hitë hak dikujna, edhe me qenë tifozeri e madhe. Vrejta një lloj justifikimi e madhat dikush për kolegëve të ju I thaj, po nuk është akustik. Po tash Anfield nuk e ki këtu, unë jam kohë në Anfield e di që është akustik, pa ta përfuni asaj tabeles janë shumë akustik. Pra si është kjo akustik, kush kësha me po në Zvezdën si me Prishtinën si 8-9 vjeçor në vitet të 80-ta kur u kallë ke krejt. Unë e di që ka pas shikus ma shumë për shkaktuese. Po është edhe kjo, është edhe fati. Fati shtyllës me Aslanin, apo që dha me Hoffenheimin dja, pardje. Fati Moriqit kur u kthi topi për shtyllës se nuk mujti me fut gol. Këtë rrjedh tjetër kishte më marr loja edhe asat me Realin. Unë me Realin jam, po aty nuk gëzova shumë për lojën. Për gollën. Sefte më gëzu që ka u Realin. Sefte edhe. Një mëri faktorësh, po më nej. Mërgjem, ku gaboj Kosova? Lorina, fillimisht na duhet me cekë që gjithë se cili prej nesh jemi në panel, besoj që do ta kishim në nshkru poktin para fillimit kualifikimeve që nëse do të na thonin që do të jemi në finale të play-offit për Kupën e Botës, besoj që gjithë secili prej ne do të ishim të kënaqur natyrisht me këtë arritje. Megjithatë, na ka mbetë një peng I madh prej ndeshjes me Turqinë për shkak se unë besoj që kemi pas potencial edhe forcë me mposhtë një Turqi e cila ka ardha deri në stadiumin Fadil Vukri, por praktikisht ajo kombëtare nuk ka qenë e pamposhtur. E dim krejt forcën e saj, e dim që yjet e saj luajnë në liga, domethënë të fuqishme siç është Serie A, La Liga dhe gjona të tjera. Megjithatë me ato se çka kemi po atë natë në fushë, besoj që Kosova ka pas potencial me fitu komplet ndeshjen. Cekëm paraprakisht ndoshta ka qenë një ngarkesë fizike për shkak të presionit që ka qenë në ndeshjen ndaj Slovakisë, për shkak se e kemi po ritmi ka qenë shumë I lartë në ndeshjen ndaj Slovakisë.
kemi pas gjithashtu edhe shumë gola, cilat ndoshta deri në pjesën e dytë na kanë bërë edhe në presion, për shkak se kemi qenë në disavantazh dhe krejt e dim që ngarkesa psikologjike nganjëherë është kogja e madhe dhe ndikon pastaj edhe në ndeshjen tjetër pasuese. Përveç kësaj, unë besoj që ndoshta edhe Turqia ka qenë shumë e konsoliduar në aspektin psikologjik. Ne kemi pas fatin që kemi pas zyret ofër hotelit ku ka qëndruar kombëtarja e Turqisë, kanë qenë hermetikisht mbyllur nga ambienti i jashtëm. Si kemi pas në korridor, kanë biseduar me një antar të stafi tyne, protokolli dhe gjendja e tyre brendshme ka qenë ndoshta ashtu shumë e mbyllur, shumë e ngurtë, për shkak se nuk kanë dashur që futbollistët më fokusuan në asnjë aspekt tjetër veç në aspektin e lojës. Po thua që këto mund të kishin prishur punë futbollistëve tanë, shqetësuar në farë forme, vizitat e shumta në hotel nga politikan, nga Po kjo ndoshta tifoz. nuk e di sa ka mund me qenë ndikimi i tyre tek vetë ndeshja, megjithatë e kuptojmë që edhe nga natyra Kush është futbollist besoj e kupton që ta humb një farë energjie. Pikërisht po them këto, Mos në ditën e ndeshjes të zhvillosh takime. Nëse i kalon 30 minuta duke bisedu me një shok ose me një familjar, ai automatikisht shpërqendron prej fokusin Nuk e ndesh. di, a kanë biseduar në ndeshjen. Besoj që ditën e ndeshjes Po do të thonë që Ditën e ndeshjes nuk është raportuar. Megjithatë një natë para ndeshjes ka pas. ajo çfarë do të thonë Arlind edhe diçka që ka qenë ndoshta interesante, nuk ka qenë pjesë e lojës, mund të themi që me qimi me zyra ato i kemi pasur edhe banor gjatë bisedave tonë, një natë para ndeshjes, ajo pjesa e fishekzjarëve ka qenë shumë interesante edhe për lojtarët e Turqisë që u kanë ndodhur, për shkak se me banorët kur kemi biseduar na kanë konfirmuar që s'kan mujt me flajt, domethënë i gjithë holli domethënë aty banesës që ka qenë nuk kanë mujt me flajt njësoj si lojtarët e Turqisë. Gjë që u komentuar. Futbollistët e kanë pranuar. Gjë që u komentuar shumë edhe Kanë qenë shqetësuar. Jam befasuar shumë edhe në Kosovë kur kanë po kritika prej njerëzve të futbollit në këtë aspekt, ose mos njerëzve të futbollit më mirë, më thon dikush që këshyn ndeshjen e Kosovës në vetë edhe s'përcjell futboll fare, për shkak se ajo gjë vetë turqit njehen që e bojnë domethënë ato. Galatasaray është çdo ndeshje të rëndësishme e bën tek skuadrat tifozë të saj e bojnë tek parandeshja. Nga aspekti i përgjithshëm i përfundimit unë mendoj që Turqia nuk ka qenë e pamposhtur, megjithatë unë jam i kënaqur me arritjen që ka bërë Kosova në këtu kualifikuese. Mendoj që kjo është një mësim shumë i mirë edhe një motiv i shtuar për kualifikueset e tjera pasuese, që e kemi dëshmu që jemi një kombëtare që mundemi me luftu me çdo kombëtare tjetër. Për shkak se në kohën e Allan Xheresit edhe në kohën e Primož Glias me të vërtetë na ka pas hub motivi i të qenurit garues ndaj kombëtareve tjera. Edhe kemi pas filluar me u friksu që jemi në nivel me ato kombëtare të dobta, siç janë San Marino, Luksemburg dhe gjona të tjera. Për shkak se jemi mbushur nga kombëtare siç është Bielorusia dhe kombëtare që nuk kanë qenë ndoshta në aspektin profesional në nivel tonë në krahasim me lojtarë që i kemi. Ajo që më gëzon është shpirti që e kemi fituar dhe uroj që tash tutje kemi me shku me garu fuqishëm për Evropionin që do të jetë. Dardan, entuziazmi ndoshta shumë i madh për këtë ndeshje, besuam se edhe po shkojmë në kampionatin botror. A është kjo arsyeja pse edhe futbollistët tanë ishin jashtëzakonisht shumë të dëshpëruar pas humbjes? Po, gjithmonë, me lujt për kombëtar është ndjenja më e mirë, është kulmi për një futbollist. Na do me kuptu. Me lujt në kampionat botror. E kemi edhe një foto në live dhe shohim të gjithë futbollistat shumë të dëshpëruar, pa marrë parasysh edhe pse forma e tyre ka qenë mjaft e mirë në ndeshjet e tyre të fundit. Fotografit janë nga ekipet e tyre pasi janë aktivizuar këtë fundjavë. Ne e po më Vedat Muriqin, ti shënosh gol Real Madrid, edhe me një farforme të kontribosh shumë që skuadra jote ndoshta do të qëndrej në La Liga edhe për një sezon, golin 19 në La Liga, tek sa i çonte, shije i mërzitur, diçka që ka bërë gjerën e botës. Por desha më këty nëse bën pak të loja, e kom një përshtypje që nga një herë e kemi arru një fakt që po flas ne tifozët nëse muj me qujtë futbollit, sepse kur vjen puna të kombëtarja zgjidhemi me tifoz. Presioni do duhet me qenë të Turqia, për shkak se Turqia ka më shumë se 2 dekada që nuk ka luajtur në kampionat botror. Pikërisht që nga viti 2002. Po të mposhte i Turqia nga Kosova do të ishte një dështim i jashtëzakonshëm për Turqinë. Ballinat e gazetave do të mbusheshin me dështimin e Turqisë. Në anën tjetër për ne do të ishte një sukses historik, cilin fatkeqësisht nuk mund të më arrit. Po unë do më ndalë edhe të një pjesë, normalisht ky ka qenë futbollist edhe i din gjonat për eksperienshëm më mirë, po nuk muj më pajtu me faktin që ka pas ndoshta ka pas ngarkesë fizike, por nuk muj më pajtu me faktin pse me luajt startues futbollistat që kanë ngarkesë fizike. Në kombëtarë nuk duhet me pas lojtar dop. Nëse ka ngarkesë fizike, zëvendëson e fut tjetrin. Kjo ka qenë ideja e
disa prej kolegëve të mi që kanë thënë se zëvendësimet janë bërë shumë vonë dhe nuk është që patën impakt ato zëvendësime, sepse Në aspektin fiziologjik, një përgjigje për të më dalon. Ka futbolist që 24, 28 dhe 72 orë rikuperohen, rigjenerohen, rifreskohen, jatë gatshëm për ngarkesën tjetër. Toni Kroos ka qenë i vetmi që për 48 orë ka mujtë me luajtur lojën tjetër. Organizmet e futbolistëve dallojnë siç dallojnë aftësitë e tyre intelektuale, motorike, fizike, antropometrike e tjerë, mju përgjigj ngarkesave të lojës. Kështu që fota besoj s'është amator me bërë që të gabim edhe me fut lojë lojtarë që janë të freskët. Jetën po du me thonë... E qartë, po. Apo kupton, është ideja që të duhet këtë profesionist. Zbesoj që të gabim... Po flas për analizën sepse... Presin, ta shohin analizën taktike dhe arsyen pse humbëm, sepse me muhabete sigurisht janë ngji. Ta përfundon? Atëherë, shohim si humbëm dhe si e psuam golin.